Sot gjithashtu si të pat ju, në parlament, në një akt tërësisht të njanshëm, kjo mazhorancë, kjo pseudo-mazhorancë, donë të lexoj raportin e Komisionit të Reformës Territoriale të paparaqitur në komision. Ky raport që kanë sjell socialistët është një raport që nuk është paraqitur në komision, pra është një raport që paraqitet absolutisht kundra ligjit, në një kohë kur çdo gjë po ecte sipas një agjende të miratuar bashkërisht për konsultat me qytetarët, me radhë, Edi Rama ndryshon me një qëndrim, kur e pasën mbar Shqipërinë. Qytetarët po kundërshtonin reformën që ai kishte bërë. Dhe natyrisht e kuptoi se projektin e tij nuk do ta miratonte njeri, ndërpreu në mënyrë të njanshme punën e përbashkët në komision dhe tani donte të paraqesë raportin në mënyrë të kundërligjshme. Ne, siç e pat, ne kemi raportin ton 400 safaqe, por ne kemi qenë serioz në punën ton dhe nuk kemi bërë publike propozimet sepse donim që të ishte i pranishëm përfaqësues i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale, të cilët sigurisht do ishin broker në variantet që do paraqiteshin. Ky akt bën të pashpresë reformat në Shqipëri, por unë them një gjë, që jo në dokumentat e fundit të Bashkimit Evropian, por edhe në raportin e Komisionit Evropian të tetorit që kaloi, dy janë kushtet, cili e lexon atë, janë të dy reformat territoriale dhe elektorale, kushtet që Shqipëria të avancojë në këtë proces. Ne kemi një propozim shumë të mirë, por ne sigurisht do i bëjmë desh, por ne kemi bërë punën më serioze, kemi ndjekur të gjithë procesin dhe ne kemi pritur rastin kur përfaqësuesit që kanë një ekspertizë shumë të lartë, Kongresi i Autoriteteve Lokale, të ishte i pranishëm dhe ne të paraqisnim variantin ton, palatjetër do paraqiste variantin e vet dhe do mirnim ekspertizën më të mirë. Sigurisht që ne kemi variantin ton, që është varianti më i shkëlqyer. Mund na i tregoni sepse puna ka përfunduar e komisionit. Jo, s'ka përfunduar punën. Falë minutë. Afati ka përfunduar. Një kërkesë një minutë. Janë dy gjëra krejt të kundërta. Puna dhe afatet e komisioneve bipartizan janë nuk ka komision bipartizan që të ketë përfunduar kohën në afatin e përcaktuar, gjithmonë ato janë shty edhe ky afat duhet të shtyhej